Cilat janë aplikacionet më të mira që duhet të keni në telefon? Sot jam pikërisht këtu që t'ju tregoj 10 aplikacionet që sipas meje duhet t'i keni në telefon. Jam për kategori të ndryshme dhe për nevoja të ndryshme. Kështu që sipas nevojave tua të zgjidhni aplikacionet që u përshtaten më shumë. Lini një like për fillimin e kësaj videoje dhe fillojmë direkt. Aplikacioni i parë është Notion, e këshilloj në çdo video që bëj. Të gjithë kur më pyesin se ku i shkruaj video, se çfarë përdor për organizim, përgjigjja ime është gjithmonë Notion. Ka disa vite që e përdor dhe vazhdoj edhe sot e kësaj dite. Notion është një aplikacion i kompletuar ku mund të vendosësh databaza të ndryshme, notes, pra shënime të ndryshme që të duhen pa i vendosur në aplikacionin Notes të telefonit, por në Notion, sepse pastaj mund t'i lidhësh me faqe të ndryshme, me databaza, të vendosësh të dhëna, të vendosësh një kalendar aty, e shumë të tjera. Mund të bësh një tabel Excel me formulat e Excelit, por me thjeshtësinë e Notion, pra asnjë formulë nuk duhet të dish. Mund të bësh një kalendar kontenti siç e kam bërë unë dhe shumë gjëra të tjera. Përveç faktit që kohët e fundit Notion ka implementuar dhe inteligjencën artificiale që të ndihmon të shkruash tekste, ese, të ndihmon në gjetjen e ideve për content, të ndihmon në riskriptimin, pra në rimodelimin e asaj që ke shkruar, të ndihmon në shumë gjëra dhe të gjitha këto janë brenda një aplikacioni të vetëm. Notion është falas por ka dhe një abonim me lek që unë deri tani nuk e kam përdorur kurrë dhe nuk e di as për çfarë duhet, sepse çdo gjë që unë përdor së bashku me inteligjencën artificiale i kam falas në Notion. Kështu që nëse ju duhet një aplikacion që bën gjithçka, një aplikacion që ju duhet për habit tracker, pra të dini se çfarë keni bërë gjatë ditës të tipit, shkoni në palestër, sa herë që shkoni e shnoni kaloritë e ushqimit, çdo gjë. Notion për mua është një trur i dytë që funksionon pikërisht në ndihmës për çdo gjë që mua më duhet në përditshmëri, sidomos në aspektin e punës. Dhe më e mira është që është i sinkronizuar si me iPhone, si me Android, si me tablet, si me iPad, me Windows, me Mac, me çdo gjë ju mjafton vetëm një account. Provojini dhe më besoni që nuk do ktheheni më mbrapa. Aplikacioni i dytë është shumë herë më i thjeshtë se Notion dhe nuk ka të bëjë fare me Notion, sepse flasim për një aplikacion për të gjetur wallpaper të ndryshëm, që quhet Backdrop Wallpaper. Aplikacioni është i disponueshëm si për Android si për iOS. Dhe aty gjej pjesën më të madhe të wallpaperave që unë vendos në telefonin tim. Por jo gjithmonë, sepse në video që keni pyetur se çfarë wallpaper i përdor, gjithmonë kanë qenë wallpapera që ose i kam krijuar vetë, ose i kam bler nga youtuber të tjerë për t'i suportuar dhe sepse wallpaperi më pëlqente me të vërtet. Por në Backdrop keni me të vërtet një sasi wallpaperash të frikshëm, nga ato që e bën vetë community që është në Backdrop, nga ato që krijohen nga të tjerë ose krijohet nga vetë krijuesit e Backdrop, wallpapera të ndara në koleksione të ndryshme, disa janë me lek, disa janë falas, dhe pastaj mund të vendosësh në favorites, pra në preferuarit e tu artistë të ndryshëm dhe wallpapera të ndryshëm që ti kesh aty dhe mos t'i harrosh kurrë. Me të vërtet një aplikacion i kompletuar dhe sipas meje aplikacioni më i mirë për të gjetur wallpapera, pra sfonde për telefonin tuaj. Aplikacioni i tretë është Final Cut Camera. Nëse doni të shfrytëzoni kamerën e telefonit tuaj në maksimum të mundshëm dhe ta përdorni telefonin tuaj sikur të ishte me të vërtet një aparat fotografik, aplikacioni që ka vetë telefoni nuk bën dot daj shumë gjëra. Sidomos në iPhone, ku aplikacioni kamerës është me të vërtet minimal, ku ti nxjerr telefonin, bën foto, bën video dhe mbarove punë. Për këtë të duhet një aplikacion i kamerës që është apostafat për këtë pjesë dhe që nuk është me pagesë, sepse ka aplikacione si Filmic Pro dhe shumë të tjera që janë me pagesë. Ky që këshilloj sot, Final Cut Camera, është falas, mund ta përdorësh kur të duash, si të duash, sa të duash dhe ka çdo opsion që të duhet. Të regjistrosh në log nëse ke një telefon që suporton pikërisht regjistrim, të ndryshosh kualitetet e ndryshme, të ndryshosh ISO-n, se sa ISO, se ç'a lloj exposure i do, të ndryshosh fokusin e asaj që do. Mund të ndryshosh dhe white balance-in e videos, pra që të bardhat në video të jenë të vërtet të bardha, nëse jeni në një ambient të ngrohtë, mos jetë pak në kafe ose pak më ftohtë në ambiente të tjera. Për mua Final Cut Camera ngel një aplikacion super i mirë. Absolutisht është dhe një aplikacion tjetër që ka bërë vetë Blackmagic, që ka DaVinci Resolve, pra Blackmagic Camera, është akoma dhe më i kompletuar dhe nëse doni të përdorni një diçka akoma dhe më profesionale, ai për mua është më i miri që ekziston. Por sidoqë të jetë, të dy janë një zgjedhje perfekte. Aplikacioni i katërt, Unfold. Për të gjithë ju që doni të jeni një story pak më speciale, pak më specifike, pak më të ndryshme nga të tjerët, Unfold është aplikacioni ideal për të krijuar kolazhe të ndryshme, ka template të ndryshme për storyt, por një gjë negative është që pjesa më e madhe e templeteve që janë aty brenda janë me lek. Por edhe falas
ka goxha për të zgjedhur. Unë përdor akoma versionin falas dhe më shkon mjaft mirë. Aplikacioni ka një interfaqe super të thjeshtë për të përdorur dhe mund ta përdorni në çdo platformë, qoftë ajo iOS ose Android. Për të bërë story, si thash, pak më speciale, ky është aplikacioni i duhur. Aplikacioni 5 Airalo. Jam një mbështetës shumë i fortë i eSIM-eve kur shkojmë jashtë, pra që mos të përdorim roaming të planit që kemi këtu në Shqipëri, sepse roaming kushton dhe nuk kushton pak. Unë sa që iki jashtë përdor eSIM të ndryshme në bazë të shtetit se ku po iki. Kam provuar shumë aplikacione për eSIM, por në përfundim zgjedhja ime mbetet gjithmonë te një aplikacion, te Airalo. Është një aplikacion i kompletuar ku ka pafund shtete, çmime të arsyeshme dhe plane të ndryshme në bazë të periudhës që ju doni të rrini pikërisht në ato vend. Ka plane me internet pa limit, plane me 1 ose 2 giga për pak ditë dhe pastaj planet e tjera 3, 5, 10, 15 e të tjerë. Ka çmimet më të mirë në treg dhe një gjë akoma dhe më e mirë, që nëse nuk e keni Airalo dhe po regjistroni për herë të parë duke parë këtë video, nëse shkoni tek pjesa e referral code dhe vendosni Elvi2293, do të përfitoni 3 euro dhuratë për shpenzimin tuaj të parë. Nuk është një ide e keqe për ta provuar. Edhe instalimi bëhet super i thjeshtë në telefon. Ka butonin install dhe instalohet direkt, ose mund ta blini dhe për dikë tjetër dhe aty ti dërgoni QR kodin pikërisht për të instaluar eSIM-in në telefonin e tij. Në çdo vend që kam vajtur kam pasur internet gjithmonë, nuk kam pasur asnjëherë problem dhe çdo gjë ka funksionuar super mirë. Nuk më është dasur kurrë as të flas me suportin e Airalos, imagjinoni. Aplikacioni 6 Scratch. Ky është një aplikacion që në të vërtetë nuk është se duhet për ndonjë gjë shumë të veçantë ose që thua duhet ta kem patjetër, por është një aplikacion që mua vetë personalisht më pëlqen shumë. Çfarë bën ky aplikacion? Siç mund ta shikoni, keni hartën e botës dhe mund të vendosni shtetet që keni qenë, qytetet e ndryshme, kur keni qenë, kur doni të vizitoni një shtet të ri e të tjerë. Pastaj, siç e shikoni, do të ngjyroset me një ngjyrë ndryshe dhe praktikisht do të keni një hartë të updateuar gjithmonë në telefonin tuaj me shtetet që keni parë dhe me ngjyra të tjera shtetet që doni të vizitoni. Nëse ju pëlqejnë udhëtimet, nëse udhtoni shpesh, sipas meje, këtë aplikacion duhet ta keni sepse është jashtëzakonisht shumë i bukur. Ka versionin falas, ka dhe versioni me pagesë që më duket kushton 1 ose 2 euro, nuk e mbaj mend, dhe në pjesën e aplikacionit me pagesë keni edhe qytetet e ndryshme që mund të vendosni. Siç e shikoni, unë kam bërë versionin me pagesë dhe kam vendosur qytetet e ndryshme që kam vizituar në shtetet e ndryshme. Nëse thoni, duhet ta keni. Aplikacioni 7 vazhdojnë, flasim për udhëtimet, Citymapper. Sipas meje, aplikacioni më i mirë për të orientuar për tram, autobuza, metro, taksi dhe çdo gjë tjetër në një shtet të huaj. Funksionon shumë mirë dhe ka pothuajse qytetet më të mëdha në çdo shtet të mundshëm. Unë e përdor gjithmonë kur jam jashtë sepse në këtë aplikacion çdo gjë është e strukturuar më mirë dhe më e lehtë për të kuptuar. Absolutisht bën pothuajse të njëjtën gjë që bën Google Maps, por Citymapper është posaçërisht për pjesën e transportit dhe se si të spostohemi nga një vend në vendin tjetër me mënyrat e ndryshme, numrat e ndryshme të trenave, tramvajave dhe çdo gjë tjetër, dhe çdo gjë është updateuar në sekond. Në çdo qytet që iki, Citymapper është zgjedhja ime për transportin publik ose dhe për taksi, sepse të jep aplikacione të ndryshme të taksive, çmimet e ndryshme që mund të kenë pa akoma i shkarkuar aplikacionet. Kështu që sipas meje, shkarkojeni dhe provojeni. Aplikacioni tjetër në listë është Trakt. Nëse je pasionuar pas filmave dhe serialeve, besoj e di shumë mirë që një nga problemet më të mëdha është dirë se kë ke parë, kë nuk e parë, kë po pret, sezoni i ri aty, filmi i ri do dali, kur do dalë ai tjetri. Këto janë problemet e të apasionuarve. Me këtë aplikacion çdo gjë zgjidhet super thjesht sepse këtu brenda pikërisht të jep filmat e ndryshëm, serialet e çdo lloj platforme të ndryshme. Mjafton të hapësh një account, të zgjedhësh filmat dhe serialet që do, ti vendosësh si watch dhe aplikacioni do të thojë vetë se kur do dalë një episod i ri, kur do dalë një sezon i ri, ose nëse duhet të dalë një film i ri dhe ti do ta vendosësh në watch list, aplikacioni do të thojë që hey, erdhi momenti për të vajtur në kinema sepse doli filmi i ri. Ky me të vërtetë shpëton jetën. Aplikacioni parafundit, një VPN duhet se s'bën. Unë përdor Surfshark VPN. Është një nga VPN-et më të mira që kam përdorur, vazhdoj e përdor dhe sot e kësaj dite dhe nuk më ka lënë asnjë në baltë për asgjë. E përdor për të parë filma që në Netflix në Shqipëri nuk janë të disponueshme, por janë të disponueshme në Angli ose në Amerikë. E përdor për të prenotuar hotele sepse në shumë raste nuk e di nëse e dini, por nëse
prenoton një hotel nga një vend i caktuar, i njëjti hotel i prenotuar nga 3-4 shtete të ndryshme ndryshon në çmim. Kështu që mund të gjej dhe oferta shumë të mira për të kushtuar edhe lek kur udhtoj. Dhe normalisht për të përdorur edhe TikTokun e dim në Shqipëri që momentalisht njëherë punon, njëherë nuk punon, një kompani e hap sot, në mëngjes punon, në darkë e përdor me VPN dhe jam super okay. Unë këshilloj Surfshark VPN dhe nëse shkoni te surfshark.com/elvinuhu, përveç faktit që do të përfitoni ulje në abonimin tuaj, do të merrni edhe 4 muaj ekstra dhuratë. Kështu që nëse doni, hidhni një sy. Aplikacioni i fundit, Expenses. Ky është aplikacioni sipas meje më i mirë dhe më i lehtë për të bërë track të fitimeve dhe të harxhimeve që bëjmë në periudha të caktuara. Nuk mund t'ju tregoj shumë për aplikacionin sepse janë të gjitha fitimet dhe harxhimet që un kam bërë, më shumë fitime sepse harxhimet tashmë nuk po i shnoj shumë, por aty hedh me të vërtetë të gjitha fitimet që un kam bërë në muaj të caktuar. Në këtë mënyrë e di se sa fitoj. Duke mos pasur një rrok fikse, nuk është e lehtë të dish se sa lek bëre këtë muaj, dhe sa lek bëre muajin e kaluar dhe sa lek do bësh në muajin e ardhshëm. Kështu që sipas meje është më mirë që ti shkruaj. Dhe për gjithë personat që harxojnë shumë dhe në fund të muajit thon ku i harxova gjithë këto lek, unë kam qenë një nga ata. Dhe mënyra që e rregullova një problem të tillë ishte pikërisht duke përdorur këtë aplikacion, sepse në çdo pagesë që bëja shënoja pagesën që bëra, pra harxhimin tim, dhe në fund të muajit kuptoja se ku harxova më shumë dhe atë harxhim muajin tjetër mund të mos ta bëja dhe do kurseja më shumë lek. Edhe ky aplikacion super i mirë. Kam besoj 5 vjet që e përdor tashmë, kam bërë dhe blerjen e aplikacionit, është dhe falas, por ka disa opsione ekstra me blerje që nëse doni ta përdorni nuk ju duhet, por unë kam bler 2-3 euro, nuk e mbaj mend sa kushtonte që kur e kam marr. Funksionon shumë mirë, akoma edhe sot e kësaj dite e përdor, shumë i këshilluar. Këto ishin 10 aplikacionet që unë këshilloj që ju të keni në telefonin tuaj. Nëse dini aplikacionet të tjera të ngjashme ose që nuk kanë lidhje me këto, që i këshilloni për mua ose për njerëzit që do shikojnë këtë video, mund t'i lini të gjitha këtu poshtë në komente. Nëse përdorni ndonjë nga këto, ma thoni gjithashtu. Dhe si gjithmonë, do më suportoni shumë me një like, një subscribe në kanal dhe për videot e ardhshme do të bëjmë gjëra akoma edhe më të bukura. Ne shihemi si çdo të diel në orën 6 këtu në YouTube. Shihemi javës tjetër.